Sa interesant që jemi në shqiptarët, vëm një sy blu ose një kukull të shëmtuar mbi çatin e një shtëpie të re. Hedhim derdhim raki kur del nusja, me shpresën që gjoja do t'i shkojë mbar. Gatuajmë peshk për vitëri se gjoja do na sjelli shumë para. Disa gatuajnë lakër të bardhë, kam dëgjuar, prap me shpresën që do t'u sjellë shumë fat. Mbajnë hudhër që mos i kapi syri keq. Shkruajnë nuska me i bëgropën dikujt tjetër, hedhin sheqer në për shtëpia, në për biznese, akrip në për dyert e bizneseve. Po ndrojnë rrugën kur kalon mace e zezë. Nuk udhtojnë ndonjëherë të martave, se është gjuna. Çfarë ka tjetër që bëjnë shqiptarët? Nuk shkundi natën se u ikën kismeti shtëpisë. Nuk presin flokët në kohë të caktuara ose i presin kur është hëna e re.